Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Tani, do të marrim një pyetje. Për personin tuaj të zemrës. Si është ky person, pra si është larg teje? Si është, në çfarë gjendje është larg teje ky person? E vuan largësinë me ty? Na thonë tani për këtë person. Është shumë i dyzuar. Gjithmonë në jetën e tij, dhe kur ka fortunë, dhe kur deti është i egër, ai është i trazuar në shpirt, pra shpirti i tij është i trazuar. Është i menduar dhe për ju, por dhe për pjesën financiare, për pjesën e monedave. Nuk duron dot pa ju. Ai shumë shpejt merr një rrugë. Kjo varg tregon rrugën që ai merr drejt jush, për të ardhur drejt jush, sepse është larg. Juve ju shikon si një mbretëresh të shkopive, një femër intelekte, të dashur, të zgjuar, që fal dashuri pas një lloji interesi te ky person. Letra e diellit tregon për një transformim të madh që bën në jetën e tij ky person me ju. Dielli do t'ju ndjek në rrugëtimin e jetës tuaj. Dhe shumë shpejt mund të ndodhi përveç transformimit, mund të ndodhë një ndryshim në statusin tuaj. Dhe ky ndryshim do të festohet nga 3 persona më të rëndësishëm të jetës tuaj. Pra ky person largësinë tuaj e vuan shumë dhe pret nga çdo moment, në çdo sekond për të ardhur drejt jush dhe për ta finalizuar lidhjen tuaj. Me këtë shenjë të horoskopit rezonon kjo energji. Me Dashi, me Akrepin, me Ligjëreshën, Luani, me Ujori, Peshqit. Kurse me gërmën e parë të emrit tuaj mund të rezonojë me K, gërmën K, gërmën P, gërmën F, V, C, Q, A, X, B dhe O. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tim.